Ish fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, vijon të jetë aktiv në rrjetet sociale duke ndarë her pas here momente nga jeta dhe projektet e tij muzikore. Ditën e dielshme, ai ka publikuar një video ku shfaqet në studio muzikore duke punuar mbi një projekt të ri. Përmes këtij postimi, Gjesti ka paralajmëruar se shumë shpejt do të sjellë një prej projekteve më të bukura të karrierës së tij, duke i lënë fansat në pritje të diçka të madhe. Me një paralajmërim kaq të fortë, pritshmëritë janë shumë të larta dhe duket se diçka e madhe po vjen shumë shpejt. Nga ana tjetër, kënga e Gjestit e publikuar vetëm pak javë më parë, e titulluar Veshun Drequ, ka marrë plot 8.4 milion klikime deri më tani, duke u kthyer në top hitet e këtij sezoni veror. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se lidhja e tij me Egli Takon u përfol shumë në mediat roz për gjatë kohës që ishin brenda shtëpisë së famshme, por edhe tani që kanë dalë, ata e kanë lënë fansat në mëdyshe, përderisa nuk kanë dalë ende në një reagim të dy zyrtar. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.